Kum thot sa sunete kemi në 5 kohë namazit sipas haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pse në xhamia i falim nga 4 dhe disa i falin nga 2. Allahu na falt në gabimet e gjitha inshallah. Po, duhet ta kem parasysh se sunetet e ditës që i fal njeriu së bashku me vaktet e namazeve dreka, ikindia, akshami e kështu me radh, janë dy lloje. Njëri lloj suneteve i quhen as-sunna al-muakkada apo ratiba në disa terminologji të fukahave, që në përkthim do të janë sunete më të forta apo sunete më të rregullta, që janë për qëllim ato sunete që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka lënë kurrë, përveç se kur ka pas ndonjë arsye ndonjë justifikim, sikurse që ka qenë udhëtimi ose ndonjë punë do thot edhe kur nuk ka qenë udhëtar ka pas ndonjë punë, qoftë do thot numri i shumtë i delegacioneve e kështu me radh, atëherë në këto raste pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lënë këto sunete. Dhe sunete do thot që nuk arrin do thot gradën e suneteve të forta, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nganjëherë i ka fal, po nganjëherë edhe i ka lënë, qoftë edhe pa arsye. Do thot kjo është ndarja e parë, do thot sunete të forta dhe sunete jo të forta. Në sunete të forta bën pjesë do thot 2 rekatet e namazit sabahut, pastaj 4 rekatet e namazit të drekës para farzit, dhe 2 pas dreke. Këtu bënën 2 plus 6, do thot në drek u bënën 10. 8 në fakt. U bënën do thot 8. Pastaj i kemi 2 rekate të namazit të akshamit, do thot mas farzit, u bënën 10 dhe 2 rekate mas namazit të yatsis, që janë suneti i fundit, dhe këtu u bënën 12 rekate. Këtu 12 rekate janë do thot ato sunete të forta, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht i ka fal dhe i ka lënë vetëm në ndonjë rrethan apo situatë kur ka pas arsye. Kurse sunete do thotë që janë nën gradën e kësaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nganjëherë i ka falë dhe nganjëherë i ka lënë, janë 4 sunete të ikindis, do thotë para ikindis, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nganjëherë i ka falë, nganjëherë i ka lënë, dhe 2 sunete, do thotë 2 rekate sunet para namazit të akshamit. Vërtetohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka fal, po gjithashtu si praktike Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë që mas ezanit në çdo kohë të namazit i ka fal 2 rekate si sunet, do thotë pas thirrjes së ezanit. Dhe këto do thotë sunete më pak do thotë të forta se sa këto 12 sunete të cilat i përmenda. Dhe për secilin këto që i përmenda në numër, kemi hadithe të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të kohës nuk do t'i përcjellim. Kjo është do thotë në lidhje me sunetet. Ajo se pse disa falen nga 2 rekate, disa falen nga 4, themi se në parim e drejta do të ishte që sunetet e ditës edhe të natës që të falen nga 2 rekate. Qofshin edhe 2 sabahut, pastaj ato drekës që falen do thotë 4 para dreke, edhe nëse falen 2 plus 2, do thotë japim selam pas çdo rekati të dytë, nuk prishun. Madje kështu është një numër i madh i fukahave të medhhebeve që preferojnë ta falim namazin e sunet, do thotë në këtë formë, për shkak se vërtetohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë se namazi i natës, po në disa transmetime edhe namazi i ditës falet nga 2 rekate. Do thotë nën kuptohet se në çdo 2 rekate jepet do thotë selam. Është fjala për sunetet. Prandaj duke u nisur nga ky kuptim i këtyre haditheve, edhe falen do thot disa nga 2 rekate dhe në çdo 2 rekat japin selam, dhe kjo nuk ka gjë të keqe dhe kështu ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por edhe nëse i falim 4, ashtu siç është tek ne tradit, sikurse që falen 4 rekatet e drekës para farzit, që falen do thot me një selam 4 rekate, ose 4 rekatet e ikindis që i falim do thot me një selam, falja në këtë formë mund të nënkuptohet nga disa hadithe të përgjithshme nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç është hadithi i Aisha radhiyallahu ta'ala anha, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kush i fal 4 rekate
para namazit të ikindis, do thot Allah do t'ja ndërtoj një shtëpi në xhenet, dhe nga ky kuptim i hadithit po shohim se 4 rekate nuk është i specifikuar që ato të falen do thot 2+2, por bën të falen edhe në formë të bashkuar dhe në këtë nuk ka gjë të keqe. Megjithse, nëse ato ndahen do të ishte më e drejtë. Por te ne edhe posaçërisht do thot në medhhebin Hanefi është e njohur do thot praktika që disa synete, posaçërisht do thot i drekës, i kindis, të falet do thot 4 rekate së bashku duke mos bërë ndarje, dhe kjo formë do thot bazohet në këto hadithe të përgjithshme të cilat e ceka pak më herët, dhe nuk ka të keqe, do thot nuk themi se ka bërë ndonjë tejkalim apo kundërshtim do thot të sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po, para se të kalojmë